Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update, do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për të parë më gjërësisht zhvillimet kryesore të luftimeve intensive mes Rusisë dhe Ukrainës, por gjithashtu edhe trejet më të fundit nga konflikti armatosur në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. Washingtoni ka deklaruar deri më tani se pret që të ketë një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës deri në fund të javës, por lëvizja më e fundit e Moskës ka tronditur mbar botën. Dmitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, ka deklaruar se pavarësisht angazhimit të Shteteve të Bashkuara dhe favorizimit të Washingtonit ndaj Moskës për të arritur një marrëveshje paqeje në luftën në Europën lindore, Moska vlerëson se lufta dhe paqja nuk do të përfundojë dhe nuk do të vijë kaq shpejt sa Shtetet e Bashkuara kanë treguar pritshmëritë e tyre për to me angazhimin intensiv në këto negociata. Dmitri Peskov deklaroi se i takon Rusisë që të merret me Ukrainën dhe jo me Shtetet e Bashkuara për të arritur këtë paqe, ndërsa ritheksoi se Rusia nuk do të ndalet derisa të përmbush plotësisht synimet e saj në frontin e luftës në Ukrainë, duke thënë se është detyra e Rusisë që të arrijë fitore. Kjo deklaratë e bërë prej tij ka treguar edhe një herë tjetër se është Vladimir Putin ai i cili nuk kërkon paqe në këtë konflikt, ndërkohë që deklarata e Dmitri Peskov erdhi vetëm disa orë pasi Marco Rubio, sekretari amerikan i shtetit, kishte deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tërhiqeshin nga negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës në rast se nuk ka një tregim nga ana e palëve që ato e duan vërtet paqen dhe nuk kanë një strategji dhe një plan në kokën e tyre të cilën mund ta dorëzojnë pikërisht në tryezën e negociatave. Kjo deklaratë e Kremlinit ka qenë një ndër deklaratat më të rënda që tregon edhe një herë tjetër dyshimet paraprake që Donald Trump kishte treguar se Vladimir Putin duket se është ai që nuk e do paqen. Ndërkohë lufta ka vijur në frontin e betejës ku të paktën 46 persona janë plagosur mbrëmjen e të martës dhe mëngjesin e sotëm si pasojë e sulmeve të kryera nga ushtria ruse. Sipas raportimeve të bëra nga mediat ndërkombëtare, 45 persona kanë mbetur të plagosur në Kharkiv, ku mes tyre ka humbur jetën edhe një person, ndërkohë që sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare bazuar në deklaratat e shërbimeve të emergjencave civile të Ukrainës, ka pasur të plagosur edhe në Dnipro, atje ku lufta intensive vijon për të kaluar edhe lumin e këtij qyteti ku janë forcat ukrainase dhe gjithashtu edhe forcat ruse. Nga ana tjetër, Ukraina nuk është ndalur në hakmarrjen e saj, duke arritur që të shënjestrojë sërish nëpërmjet dronëve ushtarak një bazë të rëndësishme të prodhimit të artillerisë dhe municioneve të ushtrisë ruse rreth 300 kilometra larg Moskës. Sipas asaj që kanë konfirmuar mediat ndërkombëtare bazuar në burimet e tyre të inteligjencës së Ukrainës, janë këto pamje në ekran që tregojnë bombardimin e uzinës së ndërtimit të instrumenteve në Murom, siç e thash, 300 kilometra në lindje të Moskës. Kremlini ka konfirmuar se ka pasur sulme me dronë dhe se ka rrëzuar 34 dronë të ushtrisë ukrainase për gjatë orëve të fundit, ndërsa nuk ka dhënë detaje mbi dëmet që janë shkaktuar pikërisht në këtë bazë kaq të rëndësishme ushtarake. Kemi parë për gjatë ditëve të fundit dhe për gjatë të gjithë muajve të fundit se rëndësia e sulmeve të kryera nga Rusia në Ukrainë është bazuar kryesisht tek dronët Shahed, të cilët kanë shënjestruar infrastrukturën kritike dhe infrastrukturën civile, duke lënë me qindra të vrarë për gjatë muajve të fundit. Një ndër sulmet më brutale ishte ai javës shkuar në Kiev, ku humbën jetën 13 persona. Forcat ajrore të Ukrainës po bëjnë gjithçka për të shmangur dëmin që vjen nga këto dronë, kryesisht tek elementët civil dhe vrasja e tyre. Së fundmi, forcat ajrore të Ukrainës kanë publikuar këtë video ku një pilot i forcave ajrore të ushtrisë ukrainase tregohet teksa rrëzon një dron Shahed pikërisht nga qielli, duke mos lejuar që ai të godas një zonë civile. Janë pikërisht këto pamjet që kanë treguar edhe momentin e shkatrimit të dronit Shahed, i cili ka kaluar pikërisht pranë avionit dhe është shënjestruar menjëherë nga ai, duke qenë se ka pasur një shpejtësi të madhe dhe është një ndër mjetet kryesore që po përdoret për të rrëzuar pikërisht këto dronë. Informacioni i fundit për cilin do të flasim në War Update lidhet me situatën intensive të luftimeve në Gaza. 35 persona raportohet se kanë humbur jetën për gjatë orëve të fundit. Një ndër sulmet më të mëdha ka ndodhur në Nuseirat. Banorët kanë treguar se kanë ndier se ishte një tërmet ai që i tronditi pasi fuqia e shpërthimeve izraelite ka qenë aq e madhe në qendër të rripit të Gazës sa të gjithë kanë mbetur të tronditur. Nga kjo ngjarje kanë humbur jetën
9 persona në mesin e 35 personave që janë vrarë në të gjithë enklavën palestineze. Luftimet intensive vjojnë si në jugun e Gazës duke përfshirë Rafah dhe Khan Yunis, por gjithashtu edhe në veri të ripit Gazës duke përfshirë lagjen dhe kampin e refugjatëve Xhabalia dhe Beit Lahia. Janë këto raportimet më të fundit që vijnë nga lindja e mesme, ndërkohë që nuk ka shenje pozitive sa i përket mundësisë së rikthimit të një armë pushimi. Ishin këto të gjitha informacionet e fundit përgatitura për këtë hapësirë të War Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga 2 konfliktet më të nxehta globale.